Vazhdojmë të jemi së bashku, rikthehemi në studio për të zhvilluar një tjetër intervistë në këtë ditë feste, në ditën e Bajramit. Kështu i themi gjithmonë, bëjmë Bajram dhe themi gëzuar, unë me shumë kënaqësi i them edhe një miku dhe një mysafirit ton. Përshëndetje Lirdon Tafica, gëzuar Bajramin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, gjithashtu gëzuar. Kënaqësi të jemi së bashku, tani kemi shumë gjëra për të folur sot. Si dentist e jo vetëm, do të flasim pak për femërine, për gjërat që lidhen me festën e Bajramit, por gjithsesi duke u fokusuar edhe tek profesioni yt. Tani, ta lidhim mjekësinë me atë muajin që lam pas, që është një nga muajt më të veçantë për gjithë besimtarët islam, edhe një muaj që ne shpresojmë të arrijmë dhe themi më të mirën, çfarë mund të themi nga aspekti mjekësor, me gjithë atë dijenin tënde, edhe pse unë prezantoj si je dentist, por jeni të lidhur ju mjekët, le të themi është një fushë juaja kjo. Agjërimi si ndikon, Lirdon? Muaji Ramazanit, si çdo urdhër i Zotit, i ka ata benefitet e veta. Për sa i përket shëndetit, ne mund të nisemi së pari për sa i përket ushqyerjes edhe atij afatit kohor që ne agjërojmë, që këtë vit ishte diku nga ora 4:30 deri në ora 5:30, që i bie rreth 13 orë, të cilat trupi bjen në një gjendje qetësie dhe gjithë organet tona, sidomos organet e tretjes, janë në një pushim. Si çdo gjë që ka nevojë për servisin vjetor, po ashtu edhe trupi yt e ka nevojën për servisin vjetor. Gjithsesi, unë do lidhesha më shumë te fusha ime, sa i përket shëndetit oral dhe asaj se çfarë ndodh me gojen tonë apo me dhëmbët tonë gjatë këtij muaji Ramazan. Shpesh herë ne kemi pa edhe na ka rastis që takohemi me dikë dhe të ndjejmë erën e gojës. Ne jemi edhe në siklet kur takohemi. Profeti ka thënë që era e agjëruesit është shumë e dashur për Zotin, por era e agjëruesit dhe era e gojës në përgjithësi nuk janë e njëjta erë. Era e gojës që vjen gjatë agjërimit është më tepër metabolike, është nga trupi, nga organet tjera se sa nga goja. Kjo është për arsye që gjatë agjërimit, procesi i shpërbërjes është i ndryshëm kur ne nuk ham, dhe pastaj kemi një erë tjetër nga goja që është era e ketoneve. Me intermittent fasting që ka një periudhë kohore të cilat nuk hajnë për arsye që trupi t'i eliminoj qelizat të cilat janë të dëmtuara. Ashtu ne pothuajse në një farë mënyrë arrijmë edhe gjatë agjërimit. Për sa i përket të gojës, agjërimi në fakt nuk është se ka një benefit. Përkundrazi, ne duhet kemi më shumë kujdes se gjatë agjërimit goja thahet. Edhe mungesa e pështymës bën që disa bakterje të cilat pështyma në mënyrë natyrale i neutralizon, gjatë agjërimit ato nuk neutralizohen. Prandaj, gjatë agjërimit është shumë e rëndësishme që të mbahet higjiena gojës. Ne, kur themi që ta mbajmë higjienën gjatë agjërimit, kemi këtë frikën se mos e prishim agjërimin. Si duhet të bëjmë këtë pastrimin e dhëmbëve dhe mirëmbajtjen tonë? Nuk kemi nevojë ta bëjmë gjatë agjërimit, se normal gjithmonë e mira e kujdesit ndaj higjienës dentare është pasi ne të ushqehemi. Kështu që ajo që unë këshilloj për Ramazanin tjetër, kush e ka fatin që të arri, është që pasi ne ham syfyrin, të lahen dhëmbët edhe pjesa e gjuhës. Kështu që ne gjatë ditës që agjërojmë, goja të jetë sa më e pastër. Ne e dim që edhe profeti i ka dhënë shumë rëndësi higjienës e gojës. Bile ka thënë që sikur mos kisha frikë që t'ja vështirësoja popullit tim, umetit tim, do e bëja që para secilit namaz të pastrohet të përdoret misvaku. Në atë kohë, normal nuk ishte gjëra që ne kemi sot si furçët, pastat e këto, por ata e kanë gjetë një zgjidhje që ishte ky druri që ka emrin misvak. Si ta përdorim? Misvaku është ndru nga dega Salvadora persica. Do me thënë, nuk mund të përdore se cili dru, por është një dru i veçantë, i cili pasi të griset edhe të përtypet, krijohet si fije e cila
gjanë me formën e furçës për pastrimin e dhëmbëve. Gjithashtu, ky lloj drurit përmban edhe disa minerale të cilat ndihmojnë antimikrobiale apo edhe për zbardhjen. Sa e rëndësishme ka qenë pastrimi i dhëmbëve dhe përdorimi i misvakut, e kemi nga transmetimet se edhe profeti para se të ndërronte jetë, që në fundit që ka bërë, ka pastruar dhëmbët. Në këtë kohë sot që jemi, a duhet, le të themi, a mund ta zëvendësoj furçën e dhëmbëve apo duhet të kemi një kombinim mes këtij druri dhe furçës së dhëmbëve? Si Unë jam me idenë që ne duhet të ecim me kohën dhe të shfrytëzojmë ata që na i kemi zbulu dhe i kemi lecu vetës përdorimin ose gjithçka se çka ne kemi nevojë. Kështu që kjo është në rregull, por tek ne nuk ka edhe nuk është shumë e thjeshtë për përdorim edhe është pak me siklet. Përderisa ne i kemi furçat, kemi pasat, mund të përdorim është e njëjta gjë, vetëm se duhet që t'ja japim kohën e duhur pastrimit të dhëmbëve. Mos ta bëjmë vetëm për t'i ardhur era mirë gojës, por ta bëjmë për t'i pastruar dhëmbët. do të pyes edhe pak se ku e bleve, ku e more, por duhet ndalim edhe pak këtu ndërhyrjet dentare. Ndërhyrje, ndoshta kemi një problem me dhëmballat, që nuk është thjesht pastrimi, por to ndërhyrjet më detajuara, a lejohen gjatë agjerimit? Po, një gabim ose një frikë të cilën shumë persona e kanë është që ndërhyrjet që ne bëjmë në dentistëri kanë frikë që mos e prishin agjerimin. E para dhe më rëndësishme është anestezia, me të cilën ne bëjmë se cilën ndërhyrje për arsye që mos kemi dhimbje, dhe anestezia nuk ka lëndë ushqyese dhe lejohet që të merret në Ramazan që të thotë nuk e prish agjerimin. Pastaj, se cilën ndërhyrje që ne e bëjmë në gojë, të rregullimit të heqja nerve, të heqja dhëmbit, sidoqoftë ne i kemi ato aparaturat tona të cilat e thithin përshtymen, ujin, çdo që aty tjetë edhe goja është e thatë, e pastër, kështu që nuk ka problem nga gëlltitja diçka ushqyese apo të huaj e cila do prishte agjerimin. Thjesht duhet kemi pak më shumë kujdes dhe mendoj që gjithçka është në rregull, është më mirë që të ndërhyhet në kohën e duhur se sa të lihet edhe të durohet, është shumë e vështirë të agjerosh të kesh një dhimbje dhëmbi. Duhet pyes diçka personale, nga kur fillove, në cilën moshë që ti paralelizosh të dyja së bashku, këtë profesionin tënd le të themi në ana shkencore si dentist, por edhe të kesh një hurit se çfarë na servire dhe çfarë na ofron Islami, që ti kombinosh këto dyja së bashku. Po thuj se nga fillimi i studimeve, moment që ne kemi pas një shoqëri dhe kemi mësu, kemi analizu, kemi parë dhe pastaj kemi gjetë ato lidhjet, jemi mundu të gjejmë benefitet ose si të themi logjikën apo arsyen për një urdhër apo një tjetër, të shohim se si ata ndikojnë të trupi jonë, të jeta jonë, edhe pastaj është ai kurioziteti që tërheq, lexon, shef dhe arrin gjithmonë ta gjesh atë të bukurën në gjithë këtë. Muajin e Ramazanit si do ta përshkruaje për ty nëse e lidhim me një vizitë të bukur që ti ke bërë për herë të dytë nga aty ku na vjen edhe ky druri i veçantë për largjen e tënde. Umre, çfarë ishte për ty? Çfarë është umra për ty? Umra është një adhurim i cili na mundsohet kur Zoti na bën ftesë. Edhe përgjigjja ndaj umrës ose rrugtimi drejt vendeve të shenjta fillon me fjalën o Zot, i përgjigjem thirrjes tënde. Dhe normal që në momentin që kam shku, dihesh i privilegjuar kur t'jesh mysafir i Zotit. Mendoj që është një eksperiencë të cilën secili e përjeton ndryshe dhe unike në formën e vet. Është diçka individuale, private dhe diçka e cila ndoshta nuk mund të shpjegohet me fjalë ose t'ja parafroj dikuj se si do ta presin ose do ta përjetojnë. Mendoj që sa më përket mu, unë kam pas një ndjenjë goxha të mirë, të kënaqshme dhe çliruese. Ideja është që kur ne arrim edhe një farë mënyrët
kur orëzojmë atë që ka kemi besu, e plotësojmë atë bindjen tonë dhe diçka përforcohet aty kur ti e shef që një popull i tërë jeton vetëm për atë arsye për cilën Zoti na ka krijuar. E vizitove në gjatë muajit të Ramazanit për herë të dytë. Ku ishte dallimi nga hera e parë? Hera e parë është ajo që kemi prit më gjatë, si thonë. Edhe hera e parë ishte ajo hera që unë kam përjetu gjithçka, si të them, kam bërë një reset për gjithë ato vite që nuk isha. Ndërsa hera e dytë ishte në Ramazan, profeti ka thënë që kush bën umre në Ramazan, është sikur të bëj haxhin me mua. Domethënë shpërblimet në Ramazan janë shumë më të mëdha, edhe sakrifica ishte më e madhe. Prandaj në Ramazan ishte popull shumë më tepër. Adhurimi është më i madh dhe shpresoj që ta kena arrit shpërblimin. Amin. Vizita në umre, le të themi kur bëhet edhe në grup, rastisni jeni individ të ndryshëm me profesione të ndryshme, miq apo jo, le të themi, sepse ne edhe se jemi një vend i vogël, jemi të gjithë, jo të gjithë jemi edhe në këtë marrëdhënie miqësore ndoshta me njëri tjetrin. A të bashkon më shumë me grupin? Edhe pasi që kthehesh? Unë mendoj që ti shkan atje që të bashkohesh me Zotin dhe pak rëndësi ka me keje dhe mendoj që nuk ka shumë ndoshta edhe komunikim të paktën nga ana ime kështu me pjesën tjetër të grupit. Si u prit nga kolegët kur u ktheve në klinikën tënde? Çfarë kurreshtje kishin më shumë? Mirë, sikur pas çdo udhëtimit duan të marrim informacione. Pyetjet, aventurat, ideja, informacionet, dhurata, kështu që ishte një kujtim i bukur. Lirdon, Bajrami i fëmirisë tënde me Bajramin e fëmijëve tani, si e shehti? Është e njëjta ajo tradita që ne kemi pasur, kjo gjenerata jonë disi të blejmë rrobat e reja, dalim të shëtisim, e sheh akoma tek trinj? Rroba re, dhurata. Peshët e Bajramit. Peshët e Bajramit. Mendoj e gjitha varet ndoshta nga kjo shtresa ekonomike dhe sociale, se si ne tani ndoshta jemi më mirë për sa i përket anës ekonomike, por për sa i përket anës sociale, ndoshta fëmijët e sotëm janë më të mbyllur se sa që ne ishim. Janë mësuar që edhe të luajnë në shtëpia me kompjuter me këto. Kurse ne Bajramin e kemi prit me kënaqësi edhe për arsye të dhuratave që kemi marrë, se kanë qenë ndoshta më të rralla në ato kohë se sa tani. Edhe për arsye që kemi dalë, kemi shëtit njëri me tjetrin, jemi pa dhe ka qenë ajo kënaqësia të vizitojmë familjar, po edhe ashtu që të fitojmë dhe një të hollat. Të jesh i angazhuar në punë edhe të jesh një person i cili, le të themi, unë e di që ti nuk e ke dëshirë ta flasim shumë këtë aspektin tëndin fetar, sepse është personale. Por të jesh i angazhuar në punë, si një dentist që ka shumë kontrolla, shumë vizite në ditë, edhe të jesh praktikues, edhe le të themi ti përmbash namazit. A është të vështirë, Lirdon, për të gjithë ne të tjerët që të ndjekim dhe themi kemi shumë angazhime? Nuk kam dëshirë E di e pash. Se gjithkush e din vetën e vetë, por ideja është që të paktën unë e kam gjetë një mundësi, përderisa unë punoj edhe unë jam me orare, gjithmonë e kam mundësinë që të caktoj një orar për pjesën time, si më thonë, për vetë. Kështu që mendoj që mund të gjendet formula në moment që ti je me të vërtet i bindur për atë që dëshiron. Njësoj si jam edhe për atë që në jetë ne mund të arrijmë çdo gjë kur e kemi qëllimin në qartë se ku do të mbërrijmë. Umra do të jetë përsëri në listën e vizitave tua? Pa, besoj që po, është diçka që ti sa më shumë që shkon më tepër të shko. Okej. Në përmbyllje të një muaji të Ramazanit edhe në këtë ditë feste, sot çfarë do doje që të merrje ti me vete nga muaji që mbyllëm edhe nga kjo festë? Çfarë do doje që në vazhdimsi të merrje ti si Liridon me vete? Pa, si çdo herë,
Nga muaji Ramazanit, shpresojmë që të dalim të pastët edhe që të pranohen gjitha ato adhurimet tona dhe me shpresën që do arrijmë për të Ramazani tjetër. Nëse dalim përsëri të kjo goja dhe ruajtja e dhëmbëve, sot sa mund të hajmë mbëlsira, Lirdon? Mund të hani sa të doni, vetëm se normal para se të flini, t'i lani dhëmbët pak ma gjatë. Ky është kujdesi që duhet kemi edhe në ditë feste. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Të falenderoj që ndave për jetimin tënd, rrugtimin tënd. E thash edhe e them e di që je, le të themi, hermetikë në këtë gjën tënde shpirtërore, për disa gjëra i mora. Faleminderit. Gëzuar edhe le të jetë një festë e cila sjell vetëm begati edhe mirësi për ty. Gëzuar për ju dhe gëzuar për teleshikuesit. Faleminderit. Shikues të televizionit të UTA, ishim së bashku me Dr. Lirdon Taficën për të folur për profesionin e tij, le të themi, se si ndikon muaji Ramazanit, edhe sa duhet jemi të kujdesshëm me dhëmbët tonë, për gjithashtu edhe për rrugtimin e bukur të umres. Faleminderit dhe shikim të këndshëm në minutat